Kompania për mbledhje të detyruar, Cios Group, pretendon se Hekurudhat e Maqedonisë Transporti kanë një borxh që nga 3 presje 85 milion euro ka arritur në mbi 25 milion deri në fund të vitit 2023. Sipas Ciosit, kërkesa është e garantuar me garanci shtetërore, bazuar në marrëveshjet në kuadër të Unionit Ndërkombëtar të Hekurudhave të vitit 2004. Cios kërkon zgjidhje jashtëgjyqësore për borxhin. Borxhi fillestar në shumën prej rreth 3.85 milion euro deri në fund të vitit 2023 u rrit në mbi 25 milion euro me kamat. Çdo vit shtohen rreth 2 milion euro kamata të reja thjesht sepse nuk ka pajtim. Prej 15 vitesh Cios Group kërkon dialog dhe negociata për zgjidhjen e mosmarrëveshjes, por institucionet nuk kanë treguar as interes as iniciativë për të ndalur këtë rritje të panevojshme. Nga Hekurudhat e Maqedonisë Transporti, nga të cilët kërkohet pagesa, nuk ka koment зyrtar. Од македонската компанија неофицијално вела дека долгот не е направен за време на актуелното раководство и дека од 2023 година во Основниот суд Скопје се води судска постапка. Се додека нема правна разрешница, при што треба да има и вештачење на побарувањето, коментари нема да има. Sipas dokumenteve të dorëzuara, ky borxh shumë vjeçar është krijuar sepse në periudhën 1991-95 Hekurudhat kroate Cargo kishin një kërkesë të papaguar nga Hekurudhat e Maqedonisë në shumën prej 3 presje 85 milion euro. Ky borxh, sipas Cios Grupit, është njohur ndërkombëtarisht me marrëveshjen e Unionit Ndërkombëtar të Hekurudhave të nënshkruar në qershor të vitit 2004, me të cilin Republika e Maqedonisë mori përsipër obligimet e Hekurudhave të Maqedonisë. Për këtë arsye, shteti atë vit ka dhënë një garanci shtetërore me ligjin për garanci i publikuar në gazetën zyrtare. Pasi Hekurudhat kroate nuk i kishin argëtuar borxhin, në vitin 2010, Cios Group e bleu atë në një tender ndërkombëtar duke u bërë kështu kreditor. Pra, Hekurudhat e Maqedonisë Transporti tani i detyrohen atyre. Për këtë, kompania e Maqedonisë ishte njoftuar në vitin 2011. Në momentin e blerjes së borxhit, përveç shumës kryesore prej gati 4 milion euro, kishte edhe mbi 8 milion euro kamat, që e sillte totalin në rreth 12 milion. Me që kamatat llogariten sipas normës mujore të Euriborit, të rritur për 5 pikë përqindje me interes të përbër, borxhi tani ka kaluar 25 milion euro. Cios Group bën thirrje për marrëveshje në mënyrë që të ndalet rritja më tejshme e kamatave, të cilat sipas llogaritjeve të tyre shtohen rreth 2 milion euro në vit.